së bashku me kolegët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sot do të depozitojmë në kuvend raportin e Këshillit të Mandateve për t'i dhënë autorizimin SPAK për arrestimin e deputetes Belinda Balluku. Ne jemi pro kërkesës SPAK, jemi pro drejtësisë, jemi pro barazisë përpara ligjit. Prokuria ka dokumentuar në mira faqe prova se bashkëpunëtorja afërt e Edi Ramës, ish zëvendës kryeministja Belinda Balluku, ka abuzuar me detyrën dhe për qëllime korruptive ka paracaktuar fituesit në 11 procedura prokurimi me vlerë totale 1.1 miliard euro. Po sipas prokurisë, ajo i ka shkaktuar një dëm të rënd financiar buxhetit shtetit dhe rrezikon deri në 35 vite burg. Prokuria ka dokumentuar se gjatë këtyre muajve deputetja Belinda Balluku ka kërcënuar dëshmitarët, ka prishur provat duke bashkëpunuar me krimin organizuar dhe varësit e saj. Mirpo Edi Rama ka vendosur ta mbrojë Belinda Ballukun, të pengojë drejtësinë dhe të mbrojë korrupsionin e saj. Arsyeja është e thjeshtë, është veti përfshirë, është peng i Belinda Ballukut, sepse është ai autori i sistemit korruptiv që është ngritur gjatë këtyre viteve në Shqipëri dhe që po vret ekonominë dhe tregun e lirë, po varfëron shqiptarët dhe po i detyron ata të largohen nga vendi. Sot, në orën 14, në një konferencë për shtyp, do të prezantojmë raportin e Këshillit të Mandateve dhe do të sqarojmë arsyet sepse do duhet të miratohet kërkesa e SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut. Shihemi në orën 14.